Përshëndetje me emisionin 05 dhe për ju të televizionit Festina. Shpresoj se jeni duke kaluar një vikend këndshëm dhe si çdo tjetër tashmë një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve që mundson realizimin e emisionit tonë. Ata janë Bas Market, Excoinsmi, Nenos Pizza, Mobleria Vladi, Al Production, Click Mobile, në Cosmetics dhe butiku Mesa, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Pa humbur kohë, tashmë vazhdojmë me informacionin e parë që kam vendosur ta ndaj me ju. Mimoza Mustafa dhe Egzam Pireci sjellin këngën e re. Apo kthehem titullohet kënga më e re nga Egzam Pireci dhe Mimoza Mustafa, të cilën e sollën të realizuar edhe në mënyrë vizuale. Kënga ka pak ditë nga publikimi dhe u pret shumim nga audienca e të dy artistëve. Jo, s'ka dashni, mas asaj qam ke boti. Gjeko sjell këngën e re për herë të parë në bashkëpunim me djalin e tij Zërin. Pra reperi i njohur kosovar, Gjeko gjatë javë ka sjellur një projekt muzikor në bashkëpunim me Zërin, i cili është njëkohësisht edhe djali i tij. Baby Shark mban titullin kënga më e re nga Gjeko dhe Zëri dhe kënga po pëlqejet mjaft shumë nga audienca. Everbi sjell këngën e re. Reperi i njohur kosovar Everbi gjatë javë ka sjellur një solo projekt. Alkooli mban titullin kënga më e re nga Everbi, e cila padyshim se erdhi realizuar edhe me videoklip dhe ju le ta ndiqni në vazhdim. DJ Geek, Janina dhe Ledri Vula bëhen bashkë në një projekt muzikor. Çka i bën titullin kënga më e re, e cila bëri bashkë 3 emra me mjaft ndikim në skenën tonë muzikore. Siç duket, kjo këngë po pëlqet mjaft shumë nga audienca edhe pse ka pak ditë nga publikimi. Vlen të ceket se për reperin Ledri Vula brenda një kohe të shkurtër solli 3 projekte dhe të 3 projektet ishin të realizuara me bashkëpunëtor. Vlen të ceket se Ledri Vula po përgatitet për një sezon të jetë të suksesshme dhe këtë po na e dëshmon me prurje të reja muzikore. Redi sjell këngën e re. Reperi i njohur kosovar, Redi gjatë javë ka sjellur një solo projekt. Ashtu siç edhe paralajmëruam para pak javë, kënga e re tashmë është publikuar dhe mban titullin Mojze Shkane. Kënga po pëlqet mjaft shumë nga audienca e Redit. Dë po dë sjell këngën e re. Një ndër reperët më të pëlqyer në vendin tonë padyshim se është Besnik Canolli, i njohur si DPD, i cili ka sjellur një solo projekt. Njësoj mban titullin kënga më e re nga DPD dhe padyshim se erdhi realizuar edhe në mënyrë vizuale. Kënga është e tillë siç jemi mësuar ta shohim çdo herë Besnikun. O shumë i ri, e unë të konë rrugëve të usil me shoqni. Pa vizion veç lugave të hi, për një sen jemi sigur që jem kalu. Miqtë emisionin 05 patëm publikime të shumta të projekteve nga artistë të ndryshëm, mirë po tashme nuk do flasim vetëm për një projekt. Është reperi Ferizajas Mozik, i cili gjatë javë pra mbrëmje premte ka sjellur albumin e tij më të ri muzikor. Mërgjimstari ka titulluar këtë album Gramozaliu, i njohur si Mozik, i cili e solli me plot 20 projekte muzikore. Vlen të ceket se veçanta e këtij albumi është se po të gjitha 20 projektet janë të realizuara edhe në mënyrë vizuale. Gjë kjo e cila nuk është bërë asnjëherë më parë nga asnjë artist kosovar. Pra, 20 projekte të gjitha me videoklipe. Po, nuk e keni për një me. Po, na nuk jena këtu që dje. Po. Me qëtë emisionin 05 ishin këto informacionet që ndajta me ju dhe tashmë me njëherë pas blokut të marketingut do ndiqni pjesën e terenit ku dha shpërblime nga Bas Market, Click Mobile dhe në Cosmetics.